Surja El A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Elif, Lam, Mim, Sad. Ky libër të është shpallur që ti të mos ndjesh as pak ngushtim në gjoks prej tij. Ai të është shpallur që nëpërmjet tij të paralajmërosh dhe të kujtosh besimtarët. Ndiqni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj dhe mos ndiqni mbrojtës të tjerë veç tij. Shumë pak po kujtoni. Sa e sa qytete kemi shkatruar ne. Dënimi ynë u erdhi atyre natën ose kur ishin duke pushuar. Kur u erdhi dënimi ynë, thirrja e tyre vetme që ne ishim vërtet keqbërës. Ne patjetër që do t'i marrim në pyetje ata tek të cilët u dërguan profetët, e patjetër që do t'i marrim në pyetje edhe profetët. Ne do t'u tregojmë atyre me dituri të plot atë që kanë bërë, sepse ne nuk kemi munguar kurrë. Peshorja atë ditë do t'jetë shumë e saktë. Ata që kanë peshore të rëndë nga veprat e mira, ata janë të shpëtuarit. Ata që kanë peshore të lehtë e kanë humbur vetveten për shkak të refuzimit të argumenteve tona. Ne ju vendosëm në tokë dhe ju mundsuam gjithçka për jetën në të. Sa pak po falenderoni. Ne ju krijuam, ju dham formën tuaj e pastaj ju tham me lekëve: bëni sejdë për Ademin. Ata ranë në sejdë përveç Iblisit. Ai nuk qe prej atyre që bën sejdë. Allahu tha: çfarë të pengoi ty të bëje sejdë kur unë të urdhërova? Iblisi tha: unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Allahu tha: zbrit prej xhenetit, nuk të takon të bësh kryelartësi në të, shporru e qofshi poshtëruar. Iblisi tha: më jep afat deri në ditën kur ata të ringjallen. Allahu tha: je prej të afatizuarve. Ai tha: për shkak se më humbe mua, unë do t'u zë pusy atyre në rrugën tënde të drejtë. Pastaj do t'u dal atyre nga para e nga prapa, nga e djathta dhe nga e majta. Pastaj shumicën e tyre nuk do t'i gjesh më mirënjohës. Allahu tha: dil prej andej i përbuzur e i dëbuar, me këdo që të pason e vjen pas teje, xhehenemin kam për ta mbushur me ju të gjithë. O Adem, ti dhe bashkëshortja jote zini vend në xhenet, hani nga të doni, por mos ju afroni kësaj peme e të bëheni të padrejtë. Shejtani joshi ata të dy për të zbuluar pjesët e turpshme të atyre, të cilat i kishin të mbuluara më parë, dhe tha: Zoti juaj ju andaloi atë pemë veç se që të mos bëheni me lek ose njerëz të përjetshëm. Dhe ju betua atyre duke thënë: unë jam këshillues i sinqert për ju. Kështu, me anë të mashtrimit, ai mposhti ata. Kur e shijuan pemën, atyre ju zbuluan vendet e turpshme dhe filluan t'i mbulonin me gjethet e xhenetit. Zoti i tyre i thirri: a nuk ju pata bërë të ndaluar atë pemë? A nuk ju pata thënë se shejtani është armiku juaj i hapur? Ata të dy thanë: Zoti ynë, ne i bëm dëm vetes son. Nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do t'jemi të humbur. Allahu tha: uluni poshtë, ju do t'jeni armiq të njëri tjetrit. Në tokë do ta keni vendbanimin dhe do të gjeni mjetet e jetesës deri në një afat të caktuar. Allahu tha: aty do t'jetoni, aty do të vdisni dhe prej saj do të nxirreni. O bijtë e Ademit, ne ju kemi dhënë veshje si mbulesë për vendet tuaja të turpshme, si edhe për zbukurim. Por veshja e devotshmërisë, ajo është më e mira. Këto janë disa nga shenjat e Allahut me qëllim që ata të kujtojnë. O bijtë e Ademit, kurse si të mos ju mashtroj shejtani, sikurse bëri me prindërit tuaj që i nxurin nga xheneti duke i zhveshur për t'u nxjerrë në shesh lakurisin. Ai dhe skote e tij ju sheh juve, ndërsa ju nuk mund t'i shihni ata. Ne i kemi bërë shejtanët miq të atyre që nuk besojnë.
Kur ata bëjnë diçka të shëmtuar, thonë: "Kështu i gjetëm prindërit tanë dhe Allahu na urdhëroi për këtë." Thuaj: "Jo, Allahu nuk urdhëron kur për turpsi." Apo thoni për Allahun gjëra që nuk i dini? Thuaj: "Zoti im ka urdhëruar drejtësi. Kthehuni tërësisht drejt Zotit në çdo xhami dhe lutjuni atij duke qenë të sinqert në adhurimin e tij." Ashtu sikurse e nisi krijimin tuaj herën e parë, ashtu do të ktheheni sërish tek ai. Një pjesë ai e udhëzoi në rrugë të drejtë, ndërsa pjesa tjetër e meritoi të jetë e humbur. Në të vërtetë, ata kanë zgjedhur për miq shejtanët në vend të Allahut dhe mendojnë se janë të udhëzuar në rrugë të drejtë. O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz, hani e pini dhe mos e teproni, sepse Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Thuaj: kush i ka ndaluar dhuratat e bukura të Allahut dhe gjërat e pastra, që ai i ka krijuar si furnizim për robt? Thuaj: ato janë në këtë botë për besimtarët dhe të posaçme vetëm për ta ditën e Kiametit. Kështu u sqarojmë ne argumentet atyre që kuptojnë. Thuaj: gjërat që ka ndaluar Zoti janë veprat e turpshme, qofshin ato të hapura ose të fshehta, gjunahet, shkelje e kufive dhe padrejtësitë. Ti bër shok Allahut pa pasur asnjë argument të shpallur dhe të thuash gjëra për Allahun për të cilat s'ke asnjë dijeni. Për çdo popull është caktuar një afat. Kur tu vi afati i tyre, ata nuk do të mund ta shtyjnë atë për asnjë moment e as ta shpejtojnë. O bijtë e Ademit, nga mesi juaj gjithmonë do t'ju vinë të dërguar që t'ju kumtojnë shpalljet e mia. Kush bëhet i devotshëm dhe përmirësohet, nuk do të ketë frikë dhe as nuk do të brengoset. Ndërsa ata që i konsiderojnë si gënjeshtra shpalljet tona dhe me mendim madhësi largohen prej tyre, ata janë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. E kush është më mizor se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut ose që i mohon shpalljet e tij, atyre do t'u jepet prej dynjas pjesë që u është përcaktuar nga Zoti. Kur të dërguarit, pra melekët tanë, të shkojnë për t'u marrë shpirtin, do t'u thonë: ku janë ata që u luteshin përveç Zotit? Ata do të thonë: kanë humbur prej nesh. Kështu, ata do të dëshmojnë kundër vetes se e kanë mohuar Allahun. Melekët do t'u thonë: hyni në zjarr mes popujve që shkuan para jush, gjinde dhe njerëz. Sa herë që një popull hyn aty, mallkon atë të mëparshmin. Dhe kur të gjithë të tubohen në të, grupi i fundit thot për grupin e parë: Zoti ynë, ja, këta janë që na quan ne në humbje, prandaj shumë fishoje atyre dënimin me zjarr. Ai do të thot: për secilin nga ju, dënimi është i shumë fishuar, por ju nuk e dini. Pastaj i pari do t'i thot të fundit: ju nuk jeni më të mirë se ne, prandaj shijojeni dënimin për gjithçka që bët. Nuk ka dyshim se atyre që mohojnë argumentet tona dhe tregojnë kryeneq ndaj tyre, nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hynë në xhenet derisa deveja të futet në vrimën e gjilpërës. Kështu i shpërblejmë ne keqbërësit. Por ata është përgatitur xhehenemi, si shtrat nga poshtë dhe si mbules nga lart. Kështu i shpërblejmë ne të padrejtët. Kurse ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe nuk detyrojmë njeri për te mundësive, ata janë banor të xhenetit, ku do t'jenë për gjithmonë. Ne do t'u heqim urrejtjen dhe armiqësinë nga zemrat, ndërsa poshtë tyre do të rjedhin lumenj. Ata do të thonë: i lavdëruar qoftë Allahu, i cili na udhëzoi për këtë. Ne kur nuk do të dinim ta gjenim udhëzimin sikur të mos na drejtonte Allahu. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e sollën të vërtetën. Dhe ata do të dëgjojnë thirrjen: ky është xheneti, të cilin e trashëgoni si shpërblim të veprave tuaja. Banorët e xhenetit do t'u therrasin banorëve të zjarrit e do t'u thonë: ne e gjetëm vërtet atë që na kishte premtuar Zoti ynë. Po ju, a gjetët të vërtet atë që ju kishte premtuar Zoti juaj? Ata do të thonë: po. Atëherë, një thirrës do të shpallë mes tyre: mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqarët.
të cilët i penguan njerëzit nga rruga e Allahut që kërkuan shtrembërimin e saj dhe mohuan botën tjetër. Mes tyre do të jetë një mur ndarës mbi të cilin do të qëndrojnë burra që e njohin secilin grup sipas shenjave të tyre. Ata do t'u thërrasin banorëve të xhenetit. Selami qoftë mbi ju. Ata nuk do të kenë hyrë në të, por do të shpresojnë. Kur shikimi i tyre do të shkojnë nga ata të xhehenemit, do të thonë: Zoti ynë, mos na bashko me keqbërësit. Këta të murit do të thërasin pastaj disa burrave të tjerë që do t'i njohin nga shenjat e tyre dhe t'u thonë: Sa ju vleti ajo që grumbullonit dhe mendje madhësia që tregonit. Ja, a nuk janë këta njerëz për të cilët ju betoheshit se mëshira Allahut nuk ishte për t'i përfshirë kur? Hyni në xhenet se për ju nuk do të ketë as frikë e as brenga. Banorët e zjarit do t'u thërrasin banorëve të xhenetit. Na jepni ndo pak ujë ose diçka nga ajo që ju ka dhënë Allahu. Ata do të përgjigjen: Allahu i ka ndaluar këto gjëra për jo besimtarët. Këta janë ata që fenë e tyre e merrnin si tallje e lojë dhe që u mashtruan nga jeta e dynjas. Atë ditë ne do t'i harrojmë ata si që harruan ata takimin e kësaj dite dhe për shkak se kundërshtuan shenjat tona. Ne u sollëm atyre një libër të cilin u ashtjelluam hollësisht me dituri për të qenë udhërëfyes e mëshirë për të gjithë ata që besojnë. Mos vallë, ata po presin realizimin e tij, ditën kur ai të realizohet. Ata që e kishin harruar do të thonë: Vërtet, të dërguarit e Zotit ton na e kanë sjellë të vërtetën. A ka ndonjë të ndërmjetësoj për ne? A mund të kthehemi e të veprojmë ndryshe nga ç'kemi bërë? Në të vërtet, ata kanë humbur vetveten dhe iluzionet e tyre nuk do t'ju sjellin asnjë dobi. Vërtet, Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj qëndroi mbi fron. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejt e kërkon atë sërish. Edhe dielli, hëna dhe yjet janë nënshtruar sundimit të tij. Vetëm atij takon krijimi dhe sundimi, i madhëruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Luteni Zotin tuaj me përullësi dhe fshehurazi, ai nuk i do ata që e teprojnë. Mos shkaktoni trazira në tokë pasi është vendosur rregulli në të, dhe lutjuni atij me drojë dhe me shpresë. Mëshira e Allahut është gjithmonë pranë vepërmirëve. Është ai që i lëshon erërat si përgëzim para mëshirës së tij. Kur erërat bartin në rre të mëdha dhe i sjellin ato mbi një tokë të vdekur dhe atje e zbresim shiun, nëpërmjet të cilit bëjmë që të dalin nga të gjitha prodhimet, kështu do t'i nxjerrim të vdekurit, kësaj ju mund të kujtoni. Toka e mirë i jep prodhimet e saj me lejen e Zotit, ndërsa toka e keqe mezi jep diçka. Kështu i shpjegojmë ne argumentet tona për ata që janë mirënjohës. Ne i dërguam Nuhun te populli vet dhe ai u tha: O populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër veç tij. Unë kam frikë për ju dënimin e një dite të madhe. Paria e popullit i tha: Ne po të shohim se ti je krejt i përhumbur. Ai u tha: O populli im, unë nuk jam as pak i përhumbur, por jam një i dërguar prej Zotit të botëve. Unë po ju kumtoj juve shpalljen e Zotit tim, po ju këshilloj dhe di nga Zoti im diçka që ju nuk e dini. Vallë, po habiteni që udhëzimi i Zotit tuaj ju ka ardhur përmes një njeriu prej jush për t'ju paralemruar që të ruheni dhe me shpresë që të mëshiroheni. Ata e kundërshtuan Nuhun, por ne i shpëtuam atë dhe të gjitha ata që ishin me të në anije, ndërsa ata që i mohuan shenjat tona i fundosëm, ata që janë vërtet një popull i verbër. Edhe tek Adët dërguam vëllain e tyre, Hudin. Ai tha: O populli im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër veç tij. A nuk e keni frikë Allahun? Paria e jo besimtarve nga mesi i popullit të tij thanë: Ne po të shohim se ti je një mendje lehtë, madje
ne mendojmë se ti je një gënjeshtar. Ai tha, o populli im, unë nuk jam mendje lehtë, por jam i dërguar prej Zotit të botëve. Unë po ju kumtoj shpalljet e Zotit tim dhe jam këshillues i sinqert për ju. Vallë, po habiteni që udhëzimi nga Zoti juaj ju erdhi përmes një njeriu prej jush si paralajmërim. Kujtojeni se si ai ju bëri sundues pas popullit të Nuhut dhe ju ashtoi fuqinë fizike. Kujtoni të mirat e Allahut që të gjeni shpëtim. Ata thanë, pas ke ardhur që të adhurojmë vetëm Allahun e të braktisim atë që adhuronin prindërit tanë. Bëj realitet kërcënimin tënd nëse e thua të vërtetën. Ai tha, mbi ju tashmë ka rënë dënimi dhe zemrimi i Zotit tuaj. A polemizoni me mua për disa emra që vetë ju dhe prindërit tuaj i keni vënë e për të cilët Allahu nuk ka shpallur asnjë fakt. Prisni atëherë se edhe unë jam duke pritur bashkë me ju. Me mëshirën tonë, ne i shpëtuam Hudin dhe të gjithë besimtarët që ishin me të dhe u aprem rënjët atyre që kundërshtuan argumentet tona dhe nuk ishin besimtarë. Te populli i Themudet dërguan vëllain e tyre Salihun. Ai u tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër veç Tij. Tani ju ka ardhur argumenti qartë nga Zoti juaj. Kjo deve është shenjë për ju. Lëreni atë të lirë të kullot në tokën e Allahut dhe keni kujdes të mos e lëndoni as pak, sepse pastaj do të pësoni një dënim të dhëmshëm. Dhe kujtoni kur ai ju bëri sundues pas andëve dhe ju dha vend banime në tokë. Në përrafshina ju ndërtuat kështjella, kurse në përmale gdhendët shtëpi. Kujtoni të mirat e Allahut dhe mos u bëni shkatrimtar në tokë. Krerët arrogant të popullit u thanë atyre që i konsideronin më të dobët e që kishin besuar. A dini vërtet se Salihu është i dërguar i Zotit të tij? Ata thanë, po, ne besojmë në mesazhin e tij. Kryen e që thanë, ne nuk e besojmë atë që besoni ju. Pastaj e therrën deven duke shkelur me arrogancë urdhrin e Zotit të tyre dhe thanë, o Salih, hajde e bëj realitet kërcënimet e tua nëse je vërtet i dërguar i Allahut. Kështu tërmeti përfshiu papritmas dhe në mëngjes u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma. Salihu u ktheu shpinën atyre dhe u tha, o populli im, unë ju akumtova mesazhin e Zotit tim, ju këshillova sa munda, por ju nuk i përfillët këshilluesit. Kujto kur Luti tha popullit të vet, ç'është kjo punë e fëlliqur që po bëni, që asnjë popull në botë nuk e ka bërë para jush. Ju të shtyr nga epshi, josheni nga burrat e largoheni nga gratë. Ju jeni vërtet njerëz që keni kaluar çdo kufi, por përgjigja e popullit të tij që vetëm kjo. Dëbojeni ata nga vendi, ata janë njerëz që ruhen shumë. Por ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, veç të shoqes. Ajo që nga ata që mbeti prapa. Ne lëshuam mbi ata një rrebesh gurrësh. Atëherë shih si që e fundi i keqbërësve. Edhe në Medjen dërguan vëllain e tyre Shuaibin. Ai u tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër veç Tij. Tani ju ka ardhur shenjë qartë nga Zoti juaj. Matni dhe peshoni me saktësi, mos i nënshmoni pasuritë e njerëzve dhe mos shkaktoni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj. Këto janë më të dobishme për ju nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në rrugë, mos kërcënoni dhe mos i pengoni nga udhë e Allahut njerëzit që besojnë në të, duke u paraqitur si udhë të gabuar. Kujtoni sa pak keni qenë dhe se si ai ju shumoi. Shihni si ka qenë fundi atyre që përhapnin shkatrimin. Disa prej jush besojnë në mesazhin që përcjell unë e disa të tjerë nuk besojnë. Prandaj duroni derisa Allahu të na gjykojë. Ai është gjykuesi më i mirë. Paria arrogante e popullit të tij tha, o Shuaib, kthehuni në fen ton. Ndryshe do t'ju dëbojmë nga qyteti, ty dhe ata që të besojnë ty. Ai tha, edhe pse e urrejmë atë,
Nëse do të ktheheshim në fen tuaj, pasi Allahu na shpëtoi prej saj, atëherë vërtet do të shpifnim gënjeshtra kundër Allahut. Ne nuk mund të kthehemi kurrë në të nëse nuk dëshiron Allahu, Zoti ynë. Zoti ynë ka përfshirë me diturinë e vet gjithçka. Ne i mbështetemi vetëm Allahut. Zoti ynë na gjykon ne dhe popullin ton me gjykimin tënd të drejtë, sepse ti je gjykatësi më i mirë. Krerët mohues të popullit të tij thanë: nëse shkoni pas Shuaibit, atëherë do të humbni me siguri. Ata i përfshiu një tërmet i fortë dhe aguan në shtëpitë e tyre si kufoma të gjunjëzuara. Kundërshtarët e Shuaibit u bën sikur të mos kishin qenë kurrë më parë. Ata që e mohuan Shuaibin, ata ishin të humburit. Shuaibi u ktheu shpinën e tha: o populli im, unë ju akumtova qartë shpalljen e Zotit tim e ju këshillova, prandaj pse të më vi keq për një popull mohues? Sa herë që kemi dërguar pejgamber në ndonjë popull, ne kemi sprovuar ata me vuajtje e fatkeqësi, me qëllim që të përuleshin. Pastaj ua kemi zëvendësuar vuajtjen me mirësi, derisa shumoheshin e begatoheshin e thoshin: edhe etërit tanë kanë vuajtur e kanë qenë në skamje. Atëherë i dënonim në befasi pa u kuptuar fare nga ata. Sikur popujt e vendeve të kishin besuar, do të ishin të devotshëm. Ne do t'ua kishim hapur të gjitha llojet e begative nga qielli e nga toka. Por ata mohuan. Prandaj ne i dënuam me shkatërim siç e merituan. Andjen të sigurt banorët e vendeve nga ndëshkimi ynë që mund të vinë natën kur ata janë në gjumë. Andjen të sigurt banorët e vendeve nga ndëshkimi ynë që mund të vi ditën për diell kur janë duke dëfryer. Andjen të sigurt ata nga ndëshkimi i Allahut. Askush nuk ndjet i sigurt nga ndëshkimi i Allahut veç njerëzve të humbur. Nuk është e qartë për ata që trashëguan tokën e banorëve të saj të hershëm se nëse dëshirojmë, ne mund t'i dënojmë për gjunahet e tyre dhe t'ua vullosim zemrat që ata të mos dëgjojnë. Këto janë ato vendbanime për të cilat ne të kemi treguar ty disa ngjarje. Atyre u erdhën të dërguarit me argumente të qarta. Por ata nuk donin t'i besonin asaj që më parë e kishin mohuar. Kështu i vullos Allahu zemrat e atyre që nuk besojnë. Shumicën e tyre nuk i gjetëm besnik ndaj premtimit, shumicën e tyre i gjetëm të pabindur. Pastaj, pas tyre, ne dërguam Musan te Faraoni dhe rrethi i tij me shenjat tona, por edhe ata i refuzuan ato pa drejtësisht. Shiko atëherë si që e fundi i shkatërimtarve. Musa i tha: o Faraon, unë jam i dërguar nga Zoti i botëve. Është detyrë për mua që të flas veç se të vërtetën për Allahun. Tani kam ardhur tek ju nga Zoti juaj me argument të qartë, prandaj lëri bijtë e Izraelit të vinë me mua. Faraoni tha: nëse vërtet ke ardhur me ndonjë shenjë, na trego, nëse je i sinqert në ato që thua. Musa e hodhi shkopin e vet dhe ja, ai u bë gjarë për i vërtet që mund ta shihnin të gjithë. Pastaj nxori dorën e tij dhe ja, ajo ishte bardhë për të gjithë shikuesit. Paria e popullit të Faraonit tha: ky qen ka vërtet një magjestar i fortë. Qëllimi i tij është që t'ju dëbojë nga vendi juaj. Atëherë, çfarë na këshilloni? Ata thanë: ndali atë dhe vëllain e tij dhe dërgo nëpër qytete lajmëtar, që të sjellin para teje të gjithë magjestarët të Zot. Magjestarët erdhën te Faraoni dhe thanë: a do të kemi shpërblimin e duhur në qoftë se dalim fitues? Ai u tha: po, madje edhe më shumë, ju do t'jeni nga më të afërmit e mi. Ata thanë: o Musa, të hedhësh ti apo të hedhim ne? Ai tha: hidhni ju në fillim. Me hedhjen e tyre, njerëzit u magjepsën nga sytë dhe u friksuan, sepse ishte vërtet magji e madhe. Atëherë, ne i tham Musait: hidh ti shkopin tënd. Dhe ja, ai filloi të gëlltiste në çast të gjitha gënjeshtrat e tyre. Kështu doli e vërteta në shesh dhe u asgjësua vepra e tyre. Në këtë mënyrë, Faraoni me parin u thyen dhe u larguan të poshtëruar. Ndërsa magjistarët ranë në sejdë,
dhe thanë: "Ne besojmë në Zotin e gjithësisë, Zotin e Musait dhe Harunit." Faraoni tha: "Guxuat ta besoni atë pa lejen time? Kjo është veç një dredhi që ju e keni përgatitur me qëllim që të largoni banorët prej qytetit, por shpejt keni për ta parë. Unë kam për t'ju prerë duar e këmbë e pastaj t'ju gozhdoj të gjithve." Ata thanë: "Po, nuk ka dyshim se ne do të kthehemi te Zoti ynë. Ti po akmeresh ndaj nesh vetëm se besuam në shenjat e Zotit ton kur na erdhën para syve. Zoti ynë na jep durim dhe na i merr shpirtrat si musliman." Parje popullit të Faraonit tha: "A do t'i lejosh Musan dhe njerëzit e tij që të sjellin shkatrim në tokë dhe të braktisin ty e zotat e tu?" Ai tha: "Do t'u ambys djemt ndërsa femrat do t'i lëm të gjalla, kështu do të vazhdojmë të jemi sundues të tyre." Musa i tha popullit të vet: "Kërkojini ndihmë Allahut dhe bëni durim. S'ka dyshim se toka është e Allahut që u lë në trashëgim atyre robërve të vet që ai dëshiron. Përfundimi i lumtur u takon të devotshmëve." Ata thanë: "Ne kemi qenë të shtypur edhe para se të vije ti, edhe pasi erdhe ti." Ai tha: "Mundet që Allahu ta shkatroj armikun tuaj dhe t'ju bëj ta zëvendësoni në këtë vend e pastaj do t'ju vështroj se si do të veproni." Ne e goditëm popullin e Faraonit me vite zije dhe me paksim prodhimesh që ata të mund të reflektonin. Kur vinin kohë të mira, ata thoshin: "Kjo është thjesht merita jon." E kur i godiste ndonjë e keqe, ata e konsideronin si ogur të zi që shkaktohej nga prania e Musait dhe atyre që ishin me të. Në fakt, fatkeqësit u vinin nga Allahu për gjunahet e tyre, por shumica e tyre nuk e dinin. Ata i thoshin Musait: "Me çfarë argumenti magjepsës që të na vish, ne nuk do të besojmë." Atëherë ne lëshuam kundër tyre mjerime, përmbytje, karkaleca, parazit, bretkosa dhe gjak, shenje të qarta njëra pas tjetrës, por ata u treguan arrogant sepse ishin njerëz keqbërës. Sa herë që binte ndëshkimi mbi ta, ata thoshin: "O Musa, lutju Zotit tënd për ne sipas premtimit që të ka dhënë. Nëse na e largon ndëshkimin, ne do të besojmë ty dhe do t'i dërgojmë bijtë e Izraelit me ty." Por sa herë që ne u largonim ndëshkimin për t'u lënë një afat të caktuar, ata e thyenin premtimin. Kështu ne i ndëshkuam ata dhe i fundosëm në det, nga që ata i konsideruan gënjeshtra argumentet tona dhe u treguan mos përfillës ndaj tyre. Ndërsa popullit të përvuajtur i lam në trashëgim viset lindore dhe perëndimore të tokës ku zbritëm bekimet tona. Kështu plotësua premtimi i mirë i Zotit ndaj bijve të Izraelit. Për durimin që ata treguan, ne rënuam çfarë kishte bërë Faraoni dhe populli i tij dhe kullat që kishin ndërtuar. Bijtë e Izraelit i kaluam përtej detit. Atje hasën në një popull që ishte i përkushtuar në adhurimin e idhujve. Ata i thanë: "O Musa, na bëj edhe neve një zot si zotat që kanë ata." Ai u tha: "Ju qenë keni vërtet njerëz të paditur. Ky popull po shkatërrohet me atë që po bën dhe veprat e tyre janë të kota." Pastaj Musa i tha: "Mos doni t'ju gjej një zot tjetër për ta adhuruar përveç Allahut. Allahu është ai që ju dalloi mbi të tjerët. Kujtoni kur ne ju shpëtuam prej njerëzve të Faraonit, të cilët ju mundonin me ndëshkimin më të kopshëm. Ata ju vrisnin djem dhe ju alinin gjallë vajzat. Kjo ishte një sprove e madhe nga e cila ju shpëtoi Zoti juaj. Ne i premtuam Musait shpalljen pas 30 netësh që i plotësuam edhe me 10 të tjera. Kështu, takimi me Zotin e tij u bë pas 40 netësh. Musai i tha vëllait të vet Harunit: "Më zëvendëso te populli im, rregullo dhe mos ndiq rrugën e atyre që përhapin shkatrimin." Kur Musai erdhi në kohën e caktuar dhe Zoti i foli atij, ai tha: "Zoti im, më mundso të të shoh." Ai tha: "Ti nuk mund të më shohësh mua." Por shiko atë mal, nëse ai mbetet në vendin e vet, atëherë ti do të më shohësh mua. Por kur Zoti i tij i u shfaq malit,
e thërmoi dhe e bëri pluhur atë dhe Musait i ra të fikat. Kur erdhi në vete, tha: "I lavdëruar qofsh o Zoti im, pendohem para teje, unë jam i pari ndër ata që besojnë." Allahu tha: "O Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi të tjerët dhe shpalljen time dhe të folurin tim. Zbatoje ato që të kam dhënë dhe bëhu nga ata që janë mirënjohës." Ne i shkruam atij në pllaka urdhra të shumta për të qenë këshill dhe sqarim për çdo çështje. Zbatoj këto me përkushtim dhe urdhëroje popullin tënd që të zbatoj më të mirat porosi. Unë do t'ju tregoj vendbanimet e të pabindurve. Unë do t'i spraps nga shenjat e mia ata të cilët tregohen mendje mdhenj në tokë duke shpërfillur të drejtën. Ata, edhe nëse i shohin të gjitha shenjat, nuk do të besojnë në to. Nëse shohin rrugën e shpëtimit, ata nuk e marrin atë rrugë. E nëse shohin rrugën e humbjes, kjo është rruga që e ndjekin ata. Kjo ndodh nëse ata i kanë mohuar shenjat tona dhe janë treguar mos përfillës ndaj tyre. Ata të cilët i mohojnë shenjat tona dhe takimin në ahiret, ata i kanë asgjësuar veprat e tyre. A nuk do të shpërblehen ata veç se sipas asaj që kanë bërë. Populli i Musait, pas largimit të tij, nisi të adhuronte një statuj viçi të bërë me stolitë e tyre. Ai kishte një zë si të lopës. Nuk e shihnin vallat ase, ai as nuk u fliste e as nuk i udhëzonte në rrugë të drejtë. Ata mbanin atë për adhurim dhe ishin të padrejtë. Kur u penduan thellësisht dhe kuptuan se kishin gabuar, ata thanë: "Nëse nuk na mëshiron dhe nuk na fal gabimin Zoti ynë, ne atëherë do të jemi më të shkatruarit." Kur Musa u kthye te populli i vet, i zemruar dhe shumë i hidhur, tha: "Shumë keq pas keni vepruar pas largimit tim. A kërkuat për shpejtimin e ndërshkimit të Zotit tuaj?" Ai lëshoi pllakat dhe zuri të vëllan për flokësh dhe e tërhoqi nga vetja. Ai tha: "O bir i nënës sime, populli më mundi dhe gati më vrau. Mos bëj që të gëzohen armiqt me fatkeqësinë time dhe mos më shih si gjunaqçar." Atëherë Musai u lut: "Zoti im, na fal mua dhe vëllan tim dhe na përfshi në mëshirën tënde. Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve." Nuk ka dyshim se ata që adhuruan viçin ka për t'i përfshirë zemrimi Zotit të tyre dhe poshtrimi në jetën e dynjas. Kështu i shpërblejmë ne trilluesit e së pavërtetës. Por për ata që bën vepra të këqija e pastaj u penduan dhe besuan sinqerisht, Zoti yt do të jetë falës e mëshirplot. Kur Musait i ushua zemrimi, i mori pllakat në të cilat kishte udhëzime e mëshirë për ata që e kanë frikë Zotin e tyre. Dhe Musa i zgjodhi 70 veta nga populli i vet për vendin ton të takimit. Kur ata i rrëmbeu tronditja e fuqishme, ai tha: "O Zoti im, po të kishe dashur ti, do të na kishe shkatruar më parë si ata edhe mua. Apo na shkatron për atë që vepruan me ndjeh lehtët nga mesi ynë. Kjo është vetëm një sprovë e urdhëruar nga ti, me të cilën e lë të humbur atë që ti do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që ti do. Ti je mbrojtësi ynë, na fale na mëshiro, sepse ti je më i miri falës. Cakto për ne atë që është e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, ne jemi kthyer të penduar tek ti." Ai tha: "Me ndëshkimin tim godas atë që unë dëshiroj, ndërsa mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Atë mëshirë kam caktuar për ata që janë të devotshëm e japin zekatin dhe për ata që besojnë në argumentet tona. Për ata që pranojnë të dërguarin, profetin arab të cilin e gjejnë të cilësuar në Teurat dhe në Ungjil, që i urdhron ata për të mirë dhe i ndalon nga e keqja, që u lejon ushqimet e këndshme dhe u ndalon ato të pakëndshmet, që u tërheq barën e rënd nga prangat. Ata që besojnë në të, që nderojnë atë, që ndihmojnë atë dhe që veprojnë me dritën që ju zbrit atij, këta janë ata të shpëtuarit. Thuaj: O njerëz, unë jam i dërguar i Allahut për të gjithë ju. Jam i dërguar i Allahut në dorën e të cilit është sundimi i qiellve e i tokës. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. Ai jep jetë dhe ai jep vdekje.
Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij, profetin që nuk shkruan e nuk lexon, që beson Allahun dhe shpalljen e tij. Ndiqeni rrugën e tij që të jeni të udhëzuar. Te populli i Musait kishte njerëz që udhëzonin në të vërtetën dhe nëpërmjet saj mbanin drejtësinë. Ne i ndam ata në 12 fise, secili më vete. Kur njerëzit i kërkuan Musait ujë, ne i shpallëm atij, bjeri shkëmbit me shkopin tënd. Dhe prej tij shpërthyen 12 burime, secili fis e dinte mirë burimin e vet. Ne bëm që rret u bënin hije atyre, u zbritëm mena dhe thellëza dhe u tham: hani nga të mirat me të cilat ju kemi begatuar. Ata nuk na bën asnjë dëm, por dëmtuan vetveten. Atyre ju tha: jetoni në këtë vend dhe merrni nga mirësitë e tij ku të dëshironi, por thoni: na fal. Dhe hyni në portat e tij duke rënë në sejdë që t'ju afalim gjunahet, ndërsa dhe për mirëve t'u arshtojmë shpërblimin. Por të këqijt nga mesi i tyre e ndryshuan fjalën që u ishte dhënë me një tjetër fjalë. Prandaj ne zbritëm kundër tyre një dënim të madh nga qielli për padrejtësitë e tyre. Pyeti ata për fshatin që gjendej në bregdet dhe që shkelte rregullin e të shtunës. Të shtunën, peshqit u vinin shesha zimbi ujë, ndërsa ditë tjera që nuk e kishin të ndaluar punën, nuk u vinin. Kështu ne i sprovonim sepse ata i kalonin kufit. Kur disa prej tyre thanë: përse i këshilloni një popull që Allahu do ta shkatërrojë ose do t'i jap një dënim të ashpër? Këshilluesit thanë: për të kryer detyrën para Zotit tuaj dhe me shpresë që ata mund t'i friksohen. Por kur ata i shpërfillën paralajmërimit që u qenë bërë, ne i shpëtuam ata që ndalonin të këqijat, ndërsa ata që kundërshtuan i ndëshkuam me një dënim të ashpër për shkak se ishin shfrenuar. Kur ata ngulmuan me arrogancë të hapur në atë që u ishte ndaluar, ne u tham atyre: bëhuni majmun, të përbuzur e të mohuar. Zoti yt shpalli qarta se mbi ta do të vendos deri ditën e Kiametit sundimin e dikujt, që ka për t'i ndëshkuar ata me mënyrën më të keqe. Zoti yt është vërtet ndëshkues i shpejt, por ai është gjithashtu edhe falës e mëshirplot. Ne i shpërndam ata në këtë tokë grupe, prej tyre ka të mirë, por ka edhe jo të tillë. Ne i vum në provë ata, edhe me mirësi, edhe me fatkeqësi, që të kthenin rrugë. Pas tyre erdhën të tjerë që trashëguan librin, por që zgjodhën për vete stolite pa vlera të kësaj bote dhe thoshin: do të na falet gjithçka. Por kur u vinte ndonjë kocsi tjetër e ngjajshme, atë përsëri shkonin pas saj. A nuk janë zotuar ata në libër që të mos thonë për Allahun asgjë tjetër veç së vërtetës? Dhe pa të studiuar mirë gjithçka në të, bota tjetër është më e mirë për ata që janë të devotshëm, a nuk logjikoni? Ata që i përmbahen me besnikëri librit dhe përkryen namazin, le ta dinë se ne nuk u humbim shpërblimin punëmirëve. Kujto kur ne ngritëm malin mbi ta sikur të kishte qenë një rre, aq sa ata menduan se do të binte mbi ta. Ne u tham: zbatojeni atë që ju kemi dhënë me këmbgulje dhe kujtoni çfarë ka në të që të bëheni të devotshëm. Kujto kur Zoti yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë duke u thënë: a nuk jam unë Zoti juaj? Po, than ata, dëshmojmë për këtë. Atëherë, mos thoni ditën e Kiametit, ne s'kemi ditur gjë për këtë. Ose që të mos thoni: etërit tanë ishin i dhujtar, ndërsa ne jemi thjesht pasardhës të tyre. Atëherë do të na ndëshkosh për atë që bën ata pasues të kotësive. Kështu i kthjellojmë ne argumentet me hollësi që ata të kthejnë në rrugë. Tregoju atyre ngjarjen e atij personi të cilit ne kishim dhënë dituri për shenjat tona, por ai braktisi ato. Për këtë arsye, atë e bëri shok shejtani dhe u bë prej të humburve. Po të kishim dashur, ne do ta kishim lartësuar atë nëpërmjet shenjave tona, por ai kërkoi përjetësinë në tokë dhe ndoqi dëshirat e tij të kota. Ai ngjan një qeni të cilin nëse e përzë, nxjerr gjuhën, por edhe nëse nuk e përzë,
ai sërish nxjerr gjuhën. Të tillë janë ata që i mohojnë shenjat tona. Tregoju atyre historinë që ata të mendojnë. Sa i keq është si shembull populli që i mohoi shenjat tona dhe rëndoi vetveten me padrejtësi. Ai të cilin e udhëzon Allahu është në rrugë të drejtë. Ai të cilin nuk e udhëzon është i humbur. Shumë janë gjindët dhe njerëzit që ne i bëm për xhehenem. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilët nuk shikojnë dhe kanë vesh me të cilët nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, madje edhe më të humbur. Këta janë ata që shpërfillin paralajmërimet. Allahu ka emrat më të bukur, prandaj lutjuni atij nëpërmjet tyre dhe distancohuni nga ata që bëjnë shtrembërime në emrat e tij. Ata kanë për t'u shpërblyer për veprat e tyre. Ndër ata që ne krijuam, ka edhe njerëz që udhëzojnë në të vërtetën dhe mbajnë drejtësi sipas saj. Ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ne do t'i shpijem dal nga dal drejt shkatërimit, pa e kuptuar. Atyre do t'u jap afat sepse plani im është i fuqishëm. A nuk mendojnë ata se shoku i tyre nuk është as pak i marr, ai është vetëm një paralajmërues i qartë. A nuk shohin ata në mbretërinë e qiejve dhe të tokës dhe në gjithçka që ka krijuar Allahu? Afati i tyre mundet tashmë të jetë drejt fundit. Atëherë, cilit mesazh pas këtij do t'i besojnë? Për ata që Allahu i lë në humbje, nuk ka udhëzues. Ai do t'i lërë ata të enden në mosbesimin e tyre. Të pyesin ty rreth orës, kur do të ndodh? Thuaj, atë e di vetëm Zoti im, askush veç ti nuk mund ta zbuloj kur do të ndodh. Kjo barë është shumë e rëndë për gjithçka në qiej dhe në tokë. Ajo ka për të ardhur veç se befas. Ata të pyesin ty si kur të kishe zbuluar dijen rreth saj. Thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din. Thuaj, unë nuk kam në dorë t'i bëj as mirë e as keq vetes sime, përveç se ashtu si çdo Allahu. Si kur ta dje të fshektën, do t'i shumoje për vete të mirat e nuk do të më prekte as gjë e keqe. Unë jam veç se një qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Është ai, Allahu që ju krijoi nga një njeri i vetëm, prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij, për të gjetur qetësinë tek ajo. Kur njeriu e mbulon gruan e tij, ajo ngarkohet me një barë të lehtë dhe ashtu vazhdon me të. Por kur ajo rëndohet, ata të dy e lusin Allahun, Zotin e tyre. Nëse na jep fëmijë të mirë, do të jemi vërtet mirënjohës. Por pasi ai u dhuron atyre fëmijë të mirë, ata i përshkruajnë atij ortak në atë që u dhuroi. Por Allahu është i dëlirë dhe i lartësuar nga ortakët që ata i përshkruajnë. Muzvall po i përshkruajnë atij si ortak sende që nuk mund të krijojnë asgjë, por vetë janë të krijuara. Ata nuk mund të japin atyre ndonjë ndihmë e as veten e vet nuk mund ta ndihmojnë. Edhe nëse i ftoni për t'i udhëzuar, ata nuk ju përgjigjen. Për ju është një lloj i thirrët ata apo nuk i thirrët. Nuk ka dyshim se ata që ju po i adhuroni veç Allahut janë të krijuar, sikurse edhe ju. Lutjuni atëherë atyre dhe let ju përgjigjen nëse e thoni të vërtetën. A kanë ata këmbë për të ecur? A kanë duar për të kapur? A kanë sy për të parë? A kanë vesh për të dëgjuar? Thuaj, i thërrisni idhuj tuaj, thurni plane kundër meje dhe mos pritni as pak. Mbrojtësi im është Allahu, i cili e zbriti librin dhe që kujdeset për të mirët. Ndërsa ata të cilëve ju u luteni veç tij, nuk mund t'ju ndihmojnë, madje as veten e vet nuk mund ta ndihmojnë. Nëse i ftoni në rrugën e drejtë, ata nuk dëgjojnë. Ata duken se të vështrojnë, por në të vërtet ata nuk shohin. Tregohu falës, urdhëro për mirësi dhe rri larg të paditurve. E nëse të ngacmon shejtani me ndonjë tundim, kërko mbrojtje tek Allahu, sepse ai dëgjon dhe di gjithçka. Ata që janë të devotshëm, kur i ngacmon shejtani, përmendin Allahun dhe atëherë arrin të shohin qartë. Ndërsa vëllezërit e tyre, keqbërësit, shejtanët i zhytin më thellë për në humbje dhe nuk u ndahen.
Kur nuk u sjell ndonjë mrekulli, ata thonë, përse nuk zgjedh një nga ato mrekullitë e sugjeruara, thuaju. Unë i përmbahem vetëm asaj që më shpallet nga Zoti im. Ky Kuran është argumenti qartë nga Zoti juaj. Ai është udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Kur lexohet Kurani, ju dëgjojeni me vëmendje dhe rrini në heshtje që të mëshiroheni. Zotin tënd përmenden në vetvete, me përulësi e me frikë respekt, jo me zë të lartë, në mëngjese në mbrëmje dhe mos u bëj i shkujdesur. S'ka dyshim se ata që janë pranë Zotit tënd nuk tregojnë mendje madhësi për adhurimin e tij. Ata e madhrojnë atë dhe vetëm atij i bëjnë sejdë.